يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allah subhanahu wa taala në ajetet e fundit të surës Al-Baqara: Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e beson atë që i zbritet prej Zotit të tij. Wal mu'minuna kullun amana billah. Edhe besimtarët, sahabët dhe të gjithë muslimanët e tjerë, të gjithë besojnë në Allahun subhanahu wa taala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Besojnë edhe melekët e Allahut, librat e Allahut dhe të dërguarit e Allahut. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Dhe nuk bojnë dallim mes të asnjërit prej pejgamberëve. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dhe thonë ne kemi ndëgjuar dhe i nënshtrohemi fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Ghufranaka, kërkojnë falje te Allahu subhanahu wa taala. Rabbana wa ilayka al-masir. Dhe din se te Allahu kanë më kthy. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu subhanahu wa taala nuk e kërkon për te mundësive që i ka. Leha ma kesebet, që ka bon mirë, ka më shpërbly njeriu për të, o aleha ma ktesebet, edhe që ka bon keq, e ka në dëm të vetës vetë. Rabbana la tuakhidhna bima nesina e wakhtana. Muslimanët bojnë dua, o Allah, mos na merr në përgjegjësi, mos na ndëshka për atë që harrojmë, edhe për atë që gabojmë. Rabbana wa la tahmil alejna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. O Zoti jon, mos na ngarko sikur që i ke ngarkuar njerëzit që kanë qenë para neve. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. O Allah, mos na ngarko me atë që s'kem fuqi me e çu për te fuqive tona. Wa'fu anna waghfir lana, falna neve, edhe më shërhamna edhe më shërona neve. Anta maulana, se ti e zotria jon. Fansurna ala al-qawmi al-kafirin, edhe na ndihmo kundër popullit pa besimtar. Të dy ajetet e fundit të surës Al-Baqara, të cilat i kemi përmendur në fillim, që i ka zbrit një melek tjetër, e jo meleku Gjibril. Këto dy ajete dhe surën Al-Fatiha. Këto dy ajete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lexon të shumë. Dy ajetet e surës, dy ajetet e fundit të surës Al-Baqara. Aman ar-Rasul, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam beson bima unzila ilayhi min rabbih. Në atë që i zbritet atij prej Allahu subhanahu wa taala, pra beson Kur'anin. E beson Kur'anin se është i pari i cili ka kontakt me Gjibrilin që ja bën shpallin direkt prej Allahu subhanahu wa taala. Dhe çdo kush që dëshiron me shku në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më kanë trashëgimtari i pejgamberëve, duhet mas pari vet, më kanë më i pari që i beson edhe i përgjigjet asaj që ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala në këtë rast për neve, edhe asaj që ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i pari që e besonte atë që i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Pastaj duke pas besim të plot, u thoshte edhe njerëzve. I thirrte edhe njerëzit, kur i thirrte njerëzit e vlerësojnë njeriu në atë që i thirr. Thirrën, a ki e për në me, a nuk e ki për në me? Në këto që po thirr ti, a je i vendosur vet
në qëta që pëthira jo. Qëta që pëthirë ti me dalë probleme, a hek dorë ti prej qësaj që pëthira, qësaj që beson ajo. E gjithë veprimtaria jo në kallëzon sa jena na besimtar. Edhe nëse e shifni në familjet e, si cilin familjen e vetë, familjet e tona, ata shumë mirë e kuptojnë na a kem fen për një me, se kem për një me. Se ata të shohin që jeton me fe ose nuk jeton me fe. E praktikon atë që e ke mësua apo se praktikon. Në atë që ju thu tjerve, je qashtu edhe vetë a nuk je qashtu. Thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, wa amur ahlaka bis salati wastabir alejha. Urdhoj familjen me fal namaz, ama vetë dush më konë një pari që e fal namazet. Për veti i vanon namazet, e si fal sunetet, e se bon ato, se bon asat, masane nuk e di interesant se s'po falen kërkush që i përbëjda vetë, po dhe se ti për veti si të falë, e të e pa që shje për veti. Në praktikimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në qëndrueshmërinë në fe, në sprov me ra diçka, më nere më këshyr qysh kam jamojt. Kështu nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe praktikisht e ka vërtetuar me qindra herë se e beson plotësisht atë që Allah subhanahu wa taala zbret, edhe është në gjendje me quhet deri në fund atë që ka thënë Allah subhanahu wa taala. Për tyre në luftën e Hunenit, në betejën e Hunenit, sahabët kanë rënë në një prit të befasishme. Dhe në pjesë e madhe janë shpartallu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vetëm, transmetuesi i hadithit thotë më duket se po e shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i vetëm i hypur mbi deve duke vrapu ka ushtria pa besimtarve dhe duke thonë unë jam Muhamedi, unë jam i dërguari i Allahut dhe nuk më rrejt. S'ka ik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Momentet më të vështira kur edhe njerëzit janë shpartallu për shkak të sulmit të befasishëm të atyre të cilët kanë qenë mushrikin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i metur i vetëm ka hes përpara duke thirr, duke sulmu vetë personalisht i dërguari i Allahut subhanahu wa taala dhe duke thonë unë jam Muhamedi, unë jam i biri Abdullahut, unë jam i dërguari i Allahut, nuk kam rrejt edhe qështu e ka vazhdu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aman ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. Kret çka ja zbret Allahu subhanahu wa taala pejgamberi sa nere beson për veti. Edhe praktikon për veti, pastaj i thirrë të tjerë. Se nuk mundesh ti më kon vet nuk je në rregull, masane mi thirr të tjerë. Wal mu'minuna kullun amana billah. Edhe besimtarët. Në këtë kohë kur ka zbrit ajeti, besimtarë kanë qenë vetëm sahabët. Wal mu'minun e sahabët kullun amana billah, të gjithë besojnë Allahun. Edhe besojnë me lajket, edhe librat, edhe pejgamberët. Edhe muslimanët e tjerë, përveç sahabëve deri në ditën e Kiametit, të gjithë i besojnë Allahun, me lajket, librat e pejgamberët. Se njën mos me besu njënën për tynëve, ma nuk janë besimtarë. La nufarriqu bejna ahadin min rusuli dhe nuk bëjnë dallim në mes asnjërit të pejgamberëve. Kemi përmend më herët se nuk ka dallim në mes pejgamberëve të çështja e thirrjes, të çështja e besimit, të çështja e akides. Të gjithë pejgamberët kanë thirrë njëjtë. Ata kanë dallime në shariate dhe kanë dallime në vlera, disa janë më të vlefshëm se disa të tjerë, sa e përket vlerave. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Këto janë pejgamberët që Allah subhanahu wa taala i ka vlerësuar disa më shumë se disa të tjerë. Kjo për shkak të cilësive të tyre. Edhe në ligje, shariate kanë pas të ndryshme për shkak të nevojave dhe kohëve e vendeve, por në esencë, në thirrje, në besim, në akide, në fe, të gjithë pejgamberët janë një. Nuk ka pas pejgamber me thirrje tjetër. Të gjithë pejgamberët e kanë pas një thirrje. Prej të Ademi alayhi salatu wasalam, të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë kanë thirrje ja qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, o popull adhuroni Allahun subhanahu wa taala se nuk bën ma adhurua kërkan tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala.
wa qalu sami'na wa ata'na, dhe besimtarët, sahabët këtë rast janë të parë për besimtarëve, dhe besimtarët e tjerë të gjithë thonë, ne e ndëgjojmë edhe i nënshtrohemi asaj që e thot Allahu. Kurse të devijuarit para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata kanë dëgjuar pas janë nënshtruar. Dallimin mes neve dhe atyre është kur ne ndëgjojmë dhe nënshtrohemi. Kur ne vetëm dëgjojmë e nuk i nënshtrohemi, jemi njëjtë me ata. Gufranaka rabbana wa ilayka al-masir, pasi që edhe ndëgjojmë edhe i nënshtrohemi, përsëri kërkojmë falje Allahu subhanahu wa taala për gabimet e tona, edhe besimtarët të gjithë janë të vetëdijshëm se kanë më kthy te Allahu subhanahu wa taala. Vazhdimisht besimtarët e kanë në mendje se kanë më kthy te Allahu subhanahu wa taala. Dhe në këtë ajet përfshihen të gjitha kushtet e imanit. Besimin në Allah, kullun amana billah. Besimin në melajket, ata besojnë në melajke, wa kutubihi, edhe librat, wa rusulihi, edhe pejgamberët. Wa ilayka al-masir, kthimi është Allah, kthimi bën ditën e Kiametit. Këto janë kushtet e imanit. Besimin në Allah, besimin në melajket, besimin në librat, besimin në pejgamberët dhe besimin në ditën e fundit. Dhe besimin e caktimin e Allah subhanahu wa taala i përfshin pastaj të gjitha. Se ne me caktimin e Allah subhanahu wa taala edhe besojmë, edhe me caktimin e Allah subhanahu wa taala rrjedhim çështjet ashtu sikur që i ka caktuar marrat Allah subhanahu wa taala. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon kërkon për te mundësive që i ka. Kjo është rregull i prerë. Nga se një pjesë e njerëzve të cilët janë ignorant, edhe në çështjet e besimit, edhe në çështjet e tjera, i ngarkojnë besimtarët për te asaj që ka thonë Allah. Ti duhesh me ditë vetë, po s'mundesh me ditë vetë njëri, jo. Se nuk e ngarkon Allahu, kërkon për atë që s'ka pas mundësi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon, kërkon për te mundësive që i ka. Tash është tjetër çështja, ka pas mundësie se ka shfrytzuar, ka pas mundësie se ka lypë, ka pas mundësie se s'ka përpjekë, është çështje tjetër, ama nëse s'ka pas mundësi, Allahu s'ngarkon për te asaj që ka mundësi. Jo, duhet. Jo s'duhet për shkak se këta janë njerëz që kanë deviju rrugën e drejtë. Fjala Allahu subhanahu wa taala është vendim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nuk e merr Allahu në përgjithësi, në llogari kërkon për atë që s'ka pas mundësi. S'merr Allahu. Që ky Allahu që e njohim na, jo. Që ky Kur'an që e kemi na, jo. Që ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam që e kemi na, jo. E kushdo që ka një tjetër, atëherë në të hes me Zotin e vet ashtu që ka zgjedh. Laha ma kasabat. Çka bën njeriu mirë për veti. Shpërblet për veti. Wa alejha ma ktasabat. Edhe këqijat çka i ka, veprat e këqija, për ato ka me dhënë llogaritë e Allahu subhanahu wa taala. Kjo është komenti i parë. Komenti i dytë, secili e ka llogarinë për veti, kërkush nuk i bën gjunat e tjetrit. Kërkush nuk i bën gjunat e tjetrit, wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Kërkush nuk ka me dhënë llogari për gjunat e huaja. Na shpesh herë kena qef më shumë i ditë gjunat e huaja se sa tonat. O lejt hujat, këshiret tuat, se për të huaja s'ki me dhënë llogari. As ka me të pyet Allahu, as kur gjë. Secili ka përgjegjësi veç për veten e vet. Nëse ki bë mirë, ki me marr shpërblimin. Nëse ki bë keq, ki me marr dënimin. Rabbana la tahmil alay Rabbana wala tahmil Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Besimtarët bëjnë dua, o Zot, mos na merr në përgjegjësi për atë që kemi harru, edhe për atë që kemi gabu. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Dhe besimtarët bëjnë dua, o Zot, mos na ngarko sikur që i ke ngarkuar njerëzit që kanë qenë para neve. Njerëzit që kanë qenë para neve, komentatorët e Kur'anit ka thonë kanë qenë Benu Israil, të cilët Allah subhanahu wa taala i pat ngarkuar në disa çështje që neve nuk na ka ngarkuar ashtu. Prej ngarkesave që kanë pas Benu Israil që na nuk i kena, kur kanë bërë gjuna të mëdha, u kondosh me bë vetvrasje.
kur kanë bërë gjunat mëdhaja Banu Israilit, u kanë dashur me bë vetvrasje. Neve s'na ka ngarku me këta Allah subhanahu wa taala. Na pendohemi. Për çështjeve tjera që pa të ngarkuar Allah subhanahu wa taala Banu Israil, ka qenë kur e kanë zhyt në një tesh, u kanë dashur me nëse u bë me urin, u kanë dashur me qit poshtë. Ose me prej komplet venin asaj teshe ka o zhyt. Kurse ne nuk e kem këtë ngarkesë, por se Allah subhanahu wa taala na ka lehtësuar që muj me la, e zhyt e lanë edhe kthehet në gjendjen e mëparshme. Dhe çështja e tretë që kanë qenë të ngarkuar Banu Israil na nuk jena, kur e kanë dhënë zakatin Banu Israil, e kanë pas detyrë me dhënë më të mirën pasuni. Kurse na nuk e kemi për detyrë me dhënë më të mirën, e kemi detyrë me dhënë ato që është mesatare dhe çmimi që e ka caktuar Allah subhanahu wa taala 2.5% në pasuninë e përgjithshme. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Edhe ne lutim Allah mos na qit ngarkesë, sprova për cilave nuk kena mundësi me u përballu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Të gjitha shpreje për mi kërku falje Allah subhanahu wa taala. Anta maulana, se na s'kena ku na i kërkojmë falje tjetër përveç Allah subhanahu wa taala, wansurna ala al-qawmi al-kafirin. Dhe ndihmona të fitojmë kundrejt pabesimtarëve edhe në argumentim, kur folmi për çështjet e argumentit, edhe në çështjet e luftës, besimtarët bëjnë dua që Allah subhanahu wa taala të ndihmon kundër atyre të cilët nuk janë besimtar. Këtu përfundon komentimi i surës Al-Baqara, kemi thënë prej fillimit në pika shumë të shkurta, veç atyre të cilat e kemi pa të arsyeshme që janë më të domosdoshme. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na falë aty ku kemi gabu, e të na shpërblen aty ku kemi qellu. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.